Ai është personi më i pasur në vend dhe bilioneri i parë shqiptar. Po flasim për biznesmenin Samir Mane, pasuria e cilit llogaritet në 1.5 miliard euro. Mjafton të kujtojmë se qendra tregtare Tek është 100% në zotërim të tij. Të gjitha dyqanet e kësaj qendre janë të dhëna me qira, të ardhurat e të cilave kalojnë automatikisht në llogarinë e biznesmenit Mane. Por së fundmi, ai po bën një investim prallor në jug të Shqipërisë, ndërkohë që ka në zotërimin e tij edhe një bank, çka i forcon themelet e tij si biznesmen i suksesshëm. Por ato që njohin nga afër e din mirë se Samir Mane nuk të fal kur bëhet fjalë për investimet që bën dhe detajet e tyre. Burime pranë biznesmenit kanë bërë me dije se kur ka shkuar për të inspektuar në Palas tek ndërtimet e reja që po kryen, atij nuk i ka pëlqyer një pjesë e arkitekturës brenda godinës dhe ka vendosur shëmbjen e saj dhe rindërtimin nga e para, që çdo gjë të ishte perfekte. Kur vjen puna te detajet, Mane nuk toleron, sado që t'i kushtoj puna, rëndësi ka që investimet e tij të bëjnë diferencën nga të tjerët. Së fundmi, në media është shkruar se cili ka qenë një nga personat që e kanë ndihmuar biznesmenin Mane. Bëhet fjalë për djalin e Ramiz Alis, i cili ka punuar në sistemin bankar në Francë. Ai ka dhënë këshillat e duhura Manes në rrugën e biznesit në mënyrë që ai të mund të ndërtonte fitime të sigurta. Këshillat profesionale që i ka dhënë djali i Ramiz Alis, biznesmeni shqiptar, duke se kanë qenë mjaft të suksesshme. Më herët Samir Mane është shprehur se fillimet e tij në rrugën e biznesit i ka patur në Vjenë, kur ka qenë emigrant për 3 vite. Më pas, fal biznesit që filloi te ky shtet, duke sjell pajisje elektronike, arriti të prek majat e suksesit në Shqipëri.